Një përballje e fortë dhe me rivalitet ka qenë ajo mes Erzenit dhe Vllaznisë, e vlefshme për Superligën e volejbollit meshkuj. Këtë e vërtetojnë edhe vetë rezultatet e ngushta të seteve: 30-28, 22-25, 25-23, 25-23, duke nxjerrë fitues në fund Erzenin 3-1. Një ndeshje kjo, që sipas trajnerit të Vllaznisë, Artan Kalaja, u përcaktua nga gjykimi, i cili në pikët vendimtare ishte në favor të Erzenit. Kjo fitore na ka kushtu pak për renditjen e kampionatit, por nuk na ka largu për luftën për kampion. E vërtet, pat me probleme me arbitrimin, sepse gjyqtarët u mundun të ishin ata protagonistat e lojës, jo të ishin lojtarët. Ai gaboi në rast të kyçe të lojës. Ne me të vërtet luajmë ndaj një skuadër shumë të fortë, shumë të përforcuar në fazën e dytë, por gjithsesi ne patëm mundësi edhe të ishim fituesa. Kjo na bën për me luftu më tepër, mu stërvit më tepër, për me kenë edhe më të qartë me objektivat tona, por gjithsesi objektivat kryesore që janë finalist të kampionatit kombëtar të këtij viti, ne nuk jena larg tyne. Kemi edhe 2 ndeshje shumë të forta në fundin e kampionatit, këto 2 javë janë pushim. Kemi ndeshjen me Tiranën në Shkodër dhe ndeshjen me Partizanin në Tiranë. Gjithsesi, këto 2 ndeshje janë shumë të rëndësishme, por nuk janë determinuese, sepse loja më e bukur e ekipit duhet me kenë në fazën e para play-offit, dhe kështu që ne mendojmë që edhe lidhja me 2 lojtarë të huaj që ne kanë ardhur në fundin e janarit të jetë edhe më mirë dhe të japin frutet e veta. Por gjithsesi ne nuk duhet ta lajmë ndeshjen të shkojnë në këto momente, ta zgjidhim më shpejt se sa duhet dhe mos ketë mundësia se arbitrimit të ndikojnë. Unë nuk tham se është bërë me qëllim nga arbitrimi, por mosaftësi ndoshta atyne, ose edhe ato janë të emocionuar dhe ndoshta ndikojnë nga presionet e ndryshme. Gjithsesi kjo ka kalu dhe ne shpresojmë që të bëjmë më të mirën e mundshme. Pas 2 javëve pushim, Superliga e volejbollit shqiptar rikthehet me 2 përballje të rëndësishme të Vllaznisë, e cila do të ndeshet me Tiranën në Shkodër dhe Partizanin në Tiranë.